Një lajm fantastik vjen nga komuniteti shqiptar në New York. Për herë të parë në historinë e këtij qyteti të madh dhe shumë kulturor, gjuha shqipe do të bëhet pjesë zyrtare e një programi 2 gjuhësh në një shkollë publike. Është një lajm i veçantë edhe për ne dhe kënaqësi edhe për gjithë komunitetin këtu në New York. Siç e dim edhe në New York, si kudo në diasporë, përpjekjet për ta ruajtur gjuhën janë të mëdha dhe kjo konsiston në ato programet e fundjavës, në programet passhkollore, në përpjekjet e prindërve për të mësuar fëmijëve në familje, jo të gjithëve, por shumica e tyre e bën, teknologjia e sotme. Të gjitha këto si një përpjekje i përbashkët për të sjellë atë gjuhën e zemrës dhe për ta ruajtur e trashëguar. Ne morëm si model disa nga shkollat amerikane, të cilat për mësimin e gjuhës të popullsive të konsiderueshme në numër, kanë një model të tillë që quhet modeli i gjithëpërfshirës 2 gjuhësor. Nxënësit do të mësojnë në të dy gjuhët, edhe në anglisht edhe në shqip. Janë 3 programe me të cilat New Yorku implementon mësimin e një gjuhe të re. Kjo mund të jetë gjuhë e dytë, mund të jetë një gjuhë anëtare, mund të jetë çfarëdo, gjuhë e dëshiruar, gjuhë huaj.